Fal vlerave historike dhe arkitektonike që mbart Kështjella e Gurtë e Gjirokastrës, është atraksioni kryesor i qytetit, i cili vitet e fundit po pret një numër të lartë vizitorësh vendas e të huaj. Turistët e huaj janë ata të cilët vinë për herë të parë dhe ngelen të mrekulluar nga qyteti dhe nga ky monument i veçantë. The city center is amazing. Vin nga Brazili, sapo kemi ardhur këtu dhe çdo gjë është e mrekullueshme në këtë kështjellë. Për ne është era e parë që po e vizitojmë. E kemi parë në rrjetet sociale këtë vend dhe vendosëm ta vizitojmë. The castle. I just love the town. Unë jam nga Londra, është një qytet i veçantë dhe me një arkitekturë të mrekullueshme. Është era e parë që vi këtu. Kam qenë në Tiranë dhe Berat. Ndodhemi në Kala tani dhe po shikojmë e njohim nga afër historinë dhe vlerat e saj. Do ta rekomandoj te miqtë e mi. TikTok, Instagram. Qyteti i Gurtë me të gjitha sitet dhe vendet e larmishme që ka, është një prej destinacioneve më të vizitueshme që çdo kush preferon ta frekuentojë qoftë edhe për një ditë të vetme.